2 ditë pas miratimit të ligjit të dekriminalizimit, Partia Demokratike ka akuzuar kryeministrin Rama se ka emëruar sipas saj një person me precedent penal në krye të Partisë Socialiste në Shkodër. Nga foltorja e Selis Blu, kreu i Departamentit të Rendit të Sigurisë Nkeleida Libeaj ka dalë me emra konkret duke cilësuar këtë lëvizje të qeverisë një pakt me krimin. Me gjithë marrëveshjen e arritur për dekriminalizimin, Edi Rama po vazhdon paktin me krimin, duke inkriminuar të gjitha hapësirat që nuk i mbulon dot ligji. Ai ka emëruar në krye të Partisë Socialiste në Shkodër një bandit të njohur, një vrasës. Edi Rama ja ka besuar Partinë Socialiste në këtë zonë Martin Cubit, i cili kur ishte kryetar komune më 27 prill të vitit 2009 ka vrarë një shtetas. Pas kësaj akuze, Partia Socialiste përmes një deklarate tha se kreu i komunës Pult, Martin Cubi, nuk ka qenë agresori por viktima e një sulmi të rënd fizik ndaj tij gjatë periudhës kur ushtronte detyrën në vitin 2009. Si rezultati i sulmit, Martin Cubi ka mbetur i plagosur dhe ka përdorur një armë të regjistruar me leje për t'u vetmbrojtur. Qoftë vendimi i gjykatës në shkallën e parë, qoftë vendimi i formës së prerë në apel, e ka nxjerrë shkryetare në komunës të pafajshëm, thuhet në deklaratën e Partisë Socialiste. Partia Socialiste ka konsideruar të pavërteta akuza se personi në fjalë është emëruar në krye të Partisë Socialiste në Shkodër. Në reagim thuhet se ai mban detyrën e koordinatorit të Partisë Socialiste për ish komunat e Shkodrës dhe ka qenë fitues në disa zgjedhje lokale si kryetar komune.